Krizmat mbi trupin e gjyqtarit Astrid Kalaja në Tiranë do të ushtojnë gjatë në veshët tanë, si një shenjë pafuqisë për të ndaluar të keqen. Vrasja e tij nuk është vetëm çështje sigurie në gjykata. Është edhe ajo, por nuk është arsyeja kryesore. Arsyeja kryesore mbetet vendimi për ta vrarë. Reagimet e institucioneve të shtetit dhe të drejtësisë tregojnë një kapitullim. Nëse mendoni vërtet se në të ardhmen gjyqtarët do të jenë të sigurt se do të bëni thjesht një tender për një skaner më të mirë apo do të forconi kodin penal për mbajtjen pa leje të armëve, thjesht po ndihmoni vrarësit. Ata që marrin vendimin për të vrarë janë të gatshëm edhe të vriten dhe jo vetëm të dënohen. Problemi është si ta dekurajojmë vrasjen e një gjyqtari dhe si të forcojmë mitin e paprekshmërisë ndaj tyre. Vrasja e një gjyqtari nuk ka asnjë justifikim, asnjë alibi dhe mbi të gjitha nuk duhet të ketë kurrë amnisti. Në rastin konkret, bëhet fjalë për një akt dhune shumë të rëndë, një sulm të dukshëm mbi drejtësinë, për të mbrojtur një akt korruptiv të një drejtuesi lokal kundër 31 familjeve të strehuara në një objekt të veçantë. Edhe sikur e drejtësia të duket në anën e vrasësit, ajo nuk duhet të justifikohet apo të amnistohet kurrë. Institucioni i gjyqtarit pranohet si i paprekshëm nga palët në konflikt dhe është i shenjtë për shoqërinë. Për të dekurajuar sulmet mbi gjyqtarët duhet, së pari, që aktorët tanë politik, që janë dhe njerëzit më me zë në vend, të mos bëjnë objekt sulmi publik gjyqtarët duke i personalizuar ata. E di që politika që flet nuk vret, por duke demonizuar figurën e gjyqtarit, i bëjmë ata të prekshëm për njerëzit e thjeshtë dhe hymë në garë me lumin e shoqërisë për të dënuar e eliminuar ata. Kritikat ndaj drejtësisë janë normale. Shoqëria nuk mund të mbyll gojën kur drejtësia gabon, por personalizimi i sulmeve dhe bullizmi publik i gjyqtarëve, siç ndodh shpesh para spak me Sali Berishën, që çdo herë sulmon një gjyqtare dhe prokuror të tij, duke i bërë ata target dhe për kriminalët. Për të dekurajuar vrasjet e gjyqtarëve, duhet të rritet besimi i publikut tek drejtësia dhe kjo bëhet me institucione të forta. Ministria e Drejtësisë dhe Inspektori i Lartë i Drejtësisë, si institucione që mbikëqyrin gjyqtarët, nuk duhet ja lënë gjyqin popullit. Ata duhet të jenë në krye të marrjes së masave disiplinore, të kontrollit të besimit publik ndaj gjyqësorit dhe të sigurojnë që çështjet të mos zgjidhen me gryk të pushkës, por me majën e lapsit dhe me instrumentet institucionale. Po ashtu, KLG duhet të jetë i kujdesshëm dhe solemne kur përzjedh listat e gjyqtarëve për t'i futur në sistem. Përzjedhja duhet të reflektojë besimin e publikut tek drejtësia dhe jo të jetë rezultati pazareve të brendshme miqësore apo klienteliste. Duhet vendosur një raport realisht i pavarur midis përgjegjësisë së hetimit dhe asaj të gjykimit, që gjyqtarët të mos njëhesohen me prokurorët. Prokuroria nga natyra e punës ka nevojë për autonomi profesionale për të ngritur me shumë dyshime, por gjykata është ajo që verifikon vetëm të vërtetën e provueshme dhe gjykon sipas provave. Nëse jo, do të shkojmë drejt gjyqeve popullore dhe reagimeve të shëmtuara e poshtëruese. Por të parandaluar vrasjet e gjyqtarëve, duhet mbi të gjitha të forcojmë mitin e paprekshmërisë së tyre, jo vetëm fizikisht, por edhe profesionalisht. Për këtë, sistemi i ri i drejtësisë duhet të funksionojë me të gjitha mekanizmat e tij të ankimimit, të rritjes së besimit të publikut, të krahasimit të vendimeve me Strasburgun dhe të adoptimit të standardeve të drejtësisë europiane në gjykatat tona. Vetëm kur çështjet që shkojnë në Strasburg zgjidhen dhe vendimet e gjykatave tona reflektojnë standarde ndërkombëtare, atëherë besimi publik tek drejtësia rritet. Përndryshe, drejtësia jonë bëhet e pabesueshme dhe humbet shenjtërinë morale kur fillojmë i japim mendje. Dhe e vetmja mënyrë që drejtësia të jetë e sigurt është që ta ruajmë atë nga humbja e autoritetit, nga bullizmi publik, nga klientelizmi, korrupsioni dhe mungesa e institucioneve që kontrollojnë standardin e saj. Gjyqtarët nuk ruhen vetëm duke shtuar roje në gjykata. Kush merr vendimin për të vrarë, gjen mënyrën për ta bërë atë. Ne duhet të ndalim marrjen e këtij vendimi dhe këtë e bëjmë jo duke shtuar roje, por duke shtuar vëmendjen tonë institucionale dhe qytetare mbi drejtësinë shqiptare. Gjykimin e saj nuk duhet ta lëmë në dorë të gjyqeve popullore në rrugë.